Në ditën e Evropës, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato i dha një mesazh të qartë klasës politike shqiptare e në mënyrë të veçantë qeverisë. Shqipëria ka gjithë mbështetjen, por për anëtarësimin në Bashkimin Evropian nuk ka rrugë të shkurtra. Nuk është rastësi që procesi i negociatave nisë mbyllet me shtetjen e së drejtës, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, prandaj nuk është rastësi që këto vlera quhen themelore. Forcimi i shtetit të së drejtës është investimi për stabilitetin, nuk mund të ketë rrugë të shkurtra drejt anëtarësimit dhe as shmangje të kritereve. Sfida nuk është vetëm ruajtja e ritmit të reformave, por edhe të garantohet cilësia dhe zbatimi i tyre në proces transparent gjithëpërfshirës dhe të jenë të zbatueshme. Për kryeministrin Edi Rama, Bashkimi Evropian është toka e premtuar për Shqipërinë. Ai dha përgjigje të gjithë atyreve që pretendojnë se procesi negociues me Brukselin është bllokuar. Komisioni Evropian I konsideron të përmbushura detyrat e Shqipërisë për këtë fazë dhe për të ashtu quajturat piketa të ndërmjetme. Dhe tani është komisioni që po diskuton me shtetet anëtare. Dhe të thuash këtu u bllokua nga X-i apo nga Y-i është të shesësh ajër. Dhe kush beson se ajri blihet, e blen. Reforma zgjedhore dhe jo territoriale kanë përfshirë majorancën dhe opozitën në diskutime. Në monitorimin e Bashkimit Evropian, Rama theksoi se nuk pranon ultimatume. Imponime edhe ultimatume edhe qëndrime të paracaktuara besoj që është mjaftueshëm kohë gjatë për të kuptuar që me mua dhe me ne nuk funksionon. Ne jemi shumë të interesuar për të ulur numrin e deputetëve të parlamentit. Dhe pastaj nga këtu çdo diskutim tjetër është I hapur. Ne po ndjekim nga afër reformat territoriale dhe zgjedhore. Për reformën zgjedhore, një nga kërkesat që kemi caktuar si pjesë e themeloreve është pikërisht që Shqipëria të plotësojë rekomandimet e dhëna në vimësi nga OSBE e ODIHR, po e ndjekim nga afër sepse është pjesë e standardeve demokratike dhe në këtë kontekst pluralizmi politik është shumë I rëndësishëm. Deklaratat u bën në aktivitetin që cili javën e Evropës në Shqipëri.